Kryetari i partisë më të vogël në koalicionin qeverisës ZNAM, Maksim Dmitrievski, paralajmëron se partia e tij pas këtij rikonstruimi të qeverisë do të jetë më e fuqishme në aspekt kadrovik, duke lënë të nënkuptohet se do të zë më shumë vend në kulaçin qeveritar. Duke mos ndarë asnjë detaj tjetër nëse ndonjëri nga ministrat e tij do të largohet ose cilat resore mund t'i marrin, Dmitrievski tha se ai si kryetar partie i jep propozime, ndërsa vendimet i merr kryeministri dhe shtoi se të martën të gjitha pyetjet do të kenë përgjigje. Ai si që shpreh është absolutisht i kënaqur nga dy ministrat e tij, ministrin e drejtësisë Igor Filkov dhe ministrin e administratës publike Goran Minçev. Një gjë mund t'ju them me siguri, se pas këtij rekonstruimit të qeverisë, ZNAM do të jetë më i fuqishëm në aspektin kadrovik dhe më potencial edhe në pjesën e disponueshmërisë së implementimeve direkte të pushtetit, në resoret e ministrive dhe në eshalonet më të ulëta të pushtetit. I hedh poshtë të gjitha spekulimet që vijnë para së gjithash nga portalet, të cilat brifohen drejt për drejt nga opozita. Sipas informacioneve që po qarkullojnë në media, bëhet fjalë për së paku rikonstruimin e 5 ministrive, edhe atë shëndetësisë, kulturës, arsimit, bujqësinë, por mund të ketë edhe një ministri tjetër. Sipas informacioneve jo zyrtare, Azir Aliu nga koalicioni Vlen largohet nga Ministria e Shëndetësisë, Cvetan Tripunovski largohet nga Ministria e Bujqësisë dhe vendin e tij do ta zëjë Borçe Serafimovski nga ZNAM, ndërsa përmenden edhe largimet e ministrit të drejtësisë së ZNAM-it Igor Filkov, të ministres së arsimit Vesna Janevska dhe të ministrit të kulturës Zoran Lutkov. Pritet që nga posti i ministrit të politikës sociale të largohet edhe Fatmir Limani. Përveç ministrave është paralajmëruar edhe ndryshimi i posteve të drejtorëve. Kryeministri Hristian Miskovski ka paralajmëruar se për të hënën e kanë caktuar takimin e Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-s dhe pas saj do të dihen detajet e rikonstruimit.